Yaqulu Allahu azza wa jall, yusabbihu lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allahun e falenderojmë, ai që meriton të falenderohet është Allahu azza wa jall. Ai që meriton të madhërohet është Allahu azza wa jall. Prej Zotit madh kërkojmë mëshirë, se Allahu është i gjithë mëshirshëm. Prej Allahut kërkojmë falje në këtë ditë të faljes, Allahu na fal gjunahet. Prej Zotit madh kërkojmë mirësinë më të madhe, me rahmetin e Tij Allahut na bën nasib xhenatul firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit. Salat dhe selam e i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, shokëve të tij, familjes së tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, ne që Allahu na ka nderuar dhe na ka bërë pjesëtar të Islamit, si musliman që jetojmë, secilin prej neve shoqëron diçka. Secili prej neve ka ndonjë mik të ngushtë. Prej neve secili don diçka dhe ka dashuri në zemrën e tij. Dhe karakteret apo zemrat e njerëzve nuk janë të njëjta. Disa kanë zemra më të mëdha dhe më të gjana, e disa kanë zemër më të ngushtë në këtë botë. E pastaj secili prej nesh i rrjedhin lot, dikujt lot gëzimi, e dikujt lot mërzie, edhe ashtu me radhë, është pjesë e jetës. Dikush prej neve është trim, e dikush është frigacak, e dikush flet fjalë të mira, e dikush fjalë të këqija. Sa do t'i përmbledhim disa urtësi nga Kurani famullar, që shoqëruesi më i mirë i imi dhe i yti që je prezent në këtë ditë xumaje, duhet të jetë ajmalur rafiqu bid-dunya huwa at-tasbih. Ma në men, shoqëruesi më i mirë i joti në jetën tënde është mi bë tasbih Allahut. Çka është fjala tasbih? Do të thotë me lartmadhru Zotin. Mi thon Allahu subhana rabbiyal a'la. Mi thon subhanallahu wa bihamdihi subhanallahu al-azim. Ai që e lartmadhron Zotin dhe ka shoqërues në gjuhën e tij dhe në zemrën e tij tasbihun, e lartmadhron Zotin, ai është afër Zotit. Sa më shumë tasbih Zotin e bën, Allahu atij ja mush zemrën me dashuri. Allahu ja mush zemrën me iman. Allahu e bën atë zemërmadh. Prandaj ajetin që e cituam, yusabbihu lillahi ma fi s-samawati wal ard. Çdo gjë në tokë dhe në qiell i bën tasbih Zotit. Prandaj Allahu ty të ka dhënë mend, e të ka zbrit Kur'an. Porosia e xhamas është bani tasbih Zotin sa më shumë. E dyta, shoqëruesi më i mirë është Kur'ani. Hoxh, Kur'ani në Ramazan e kena përmend ndoshta 10 derse. Kur'ani është shoqëruesi më i mirë, se thot Zoti në Kur'an prej shumë ajeteve një: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an i udhëzon njerëzit në atë çka është më i sigurt, më i mirë. Shok i keq çon në alkool, shok i keq çon në zina, shok i keq çon në bixhoz, shok i keq çon në rrugë të keqe, e shoku më i mirë është Kur'ani, shoqëruesi jot. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mas tasbihu që e madhron Zotin ti, atëherë bane shokun tan, udhëzuesin tan, ndriçuesin e zemrës në dynja dhe ndriçuesin e natës vorrit dhe ditës Kiametit, Kur'anin famullar. Wa ajmal al-hub, e don gruan, e don fëmijën, e don dynjan, po ka një herë të bëhet mik, ka një herë dëshpërohet për dynjas, ka një herë dëshpërohet për gruas, ka një herë dëshpërohet për shokut, e prej evladit, e prej familjes, po prej Zotit nuk dëshpërohesh asnjëherë. Prandaj dashuria më e mirë është dashuria për Allah. O xhamat, ai që e bën tasbih Zotin dhe e ka shoqërues Kur'anin, e ka dost Kur'anin, Allahu azza wa jall atij ja mbjell dhe ja instalon dashurinë që ai me dash Zotin. E nëse e don Zotin e madh, vjen një bereqet tjetër, Allahu të bën zemër të madh, zemër gjan, nuk të bën zemër ngushtë. Kriza ekonomike, kriza politike, kriza jo, mungon kriza e tasbihut, ti nuk e bën tasbih Zotin. Mungon kriza e Kur'anit, nuk punon, nuk lexon, nuk vepron me Kur'an, nuk mediton me Kur'an. E pastaj ti ngushtohet zemra, se nuk ke dashuri.
Prandaj tesbihu dhe Kur'ani dhe me automatizëm vjen dashuria në zemrën e njeriut, pastaj Allahu të ban ty zemërgjan. Wa akbarul qalb huwa qalbul mu'min, kanë thënë ulemaja, zemra më e madhe është zemra e besimtarit. Zemra e Resulullahit a.s. Zemër që ka qenë i mëshirshëm, zemër i cili ka qenë tolerant, zemër i cili nuk ka flet për neve për më na udhëzu në rrugën e drejtë ashtu me radhë, që ka bë mirë, dhe zemërgjënsia e tij, zemra e madhe e tij, ne e përmenim emrin e Muhamedit a.s. dhe pejgamberëve të tjerë. Prandaj, tesbihu, Kur'ani dhe dashuria e bën njeriu me zemër të madhe. Hoxh, por a mjafton veç kjo dashuri dhe tesbihu dhe menej në kokër shpinës? Jo. Ti që ke arë me falë namazin, u ajmalul fard, farzi më i mirë, më i bukur i farz, prej kitë farzeve është namazi. Atëherë o vllai dashur, në këtë verë, më zgabo më të hikë namazin në asnjë moment, por çka rri me abdes dhe falë namazin në këtë kohë të fitness, se nëpërmjet namazit i afrohesh Zotit dhe Allahu të ruan nga e keqja, inna salata tanha anil fahsha, me të vërtetë ky namaz të largon nga e keqja. Disa njerëz rrjedhin lot, nuk ka lot më të mirë se ty më të rrjedh loti për gjunahin që e ke bë dhe mi than Zotit astaghfirullah. Nuk ka lot më të mirë që ti ndëgjon Kur'an dhe ti rrjedhin lot. Nuk ka lot më të mirë se të dëm zemra për vllahun tan, për dostin tan, për koqshiën tan, dhe ti e rrjedhin lot për hir të madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Edhe trimnia i dashur i ri që je prezant këtu. Ti që ndëgjon këtë fjalë, s'ka trimni më të madhe se me pas frikë Allahun. Wa adamu shuja'a hiya khawfun min Allah, dhe trimnia më e madhe është me pas frikë Allahun azza wa jall, ndërsa fjala më e madhe dhe më e mirë është fjala la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Elusim Zotin e madh në këtë ditë xumaje, Allahu na baft nasip me bë tesbih Zotin vazhdimisht. E pastaj i madhi Zot na mundsoft ta kemi dost shok Kur'anin i cili do të shoqëron në natën e vorrit, shoqëron në këtë dynjë dhe në ditën e Kiametit. Elusim Zotin e madh që në zemrat tona të mbjell dashuri për Zotin, që ta duam Allahun dhe pejgamberin, e pastaj ti duam besimtarët. Elusim Zotin e madh mos na ban zemër ngushtë, por me tesbih dhe me Kur'an, pastaj të na ban edhe zemërgjan, na mbjell dashurinë dhe ti kryjm me dashuri farzin, prioritetet më të kryesore që i kemi farzët ndaj madhnisë Allahut, dhe loti jon të del vetëm për hir të Zotit. Ti jemi ata që kemi frikë Allahun, se trimni që kam i thënë haramit, inni akhafu Allah, un kam frikë Allahun e madh, dhe fjala më e madhe është që nuk ka xhenet pa ta me thënë la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Elusim Allahun e madh që fjala jon nga kjo jetë jetë la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Allahun e lusim që rinin ton ta udhëzon në rrugën e drejtë, na udhëzon në Kur'an dhe në Sunnet, ta na ban zemërgjan, të mëshirshëm, dhe të na ban nga ata që ndjekim rrugën e fjalës Allahu dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.